Mbi 4 gjoba janë shqiptuar ndaj shoferëve të ndërmarrjes së qarkullimit publik dhe transportuesve privat për shkelje në trafik. Sipas informatave jo zyrtare, meqense gjobat nga Safe City, shoferët duhet i paguajnë vetë, ka filluar revolta e tyre, madje disa kanë paralajmëruar edhe dorëheqje. Ndërmarrja e qarkullimit publik nuk e konfirmon këtë informacion, por në bisedë me disa shoferë, ata kërkojnë që të gjendet zgjidhje institucionale pasi gjobat janë për kalim në semafor të kuq. Deri të gjobitja sipas tyre vjen për shkak të kohës së nevojshme që autobuseve u duhet për të kaluar semaforin. Сега dobro se snojame, ne poveqot. Deri më tani kemi pranuar 3 deri më 4 dënime, por kjo nuk është nga mos kujdesia e shoferëve, por do të thosha se janë nga mos perfeksioni i sistemit të Safe City-t. Pasi qyteti është i mbushur me trafik dhe kur semafori është në të gjelbërtën, e autobusi është 12 metra i gjatë dhe kur hyn në kryqëzim ndalohet nga kolona dhe ndërkohë vjen dënimi se është në të kuqe. Kësi raste kemi 3 apo 4, për të cilët shpresojmë që nga Ministria të arsyetojnë këto dënime pasi nuk është faji i shoferëve por i trafikut. Në të ardhmen do të kërkojmë që të vendosen sinjale me numërim sekondash në semafor që të tekalohen këto dënime. Alsat dërgoi pyetje deri tek ndërmarrja e qarkullimit publik lidhur me revoltën e shoferëve të NQP-s, se çfarë do të ndërmerret për tekalimin e situatës e krijuar, por deri tani nuk morën përgjigje. I pari i shkupit Orce Gjorgjievski disa ditë më parë i pyetur nga Alsat se kush do të paguajë dënimin nëse shoferët e ndërmarrjeve publike shkelin rregullat në komunikacion dhe regjistrohen nga kamerat e Safe City-t, ai tha se barra bie ndaj atyre që e kanë shkelur rregullin, ndërsa nëse nuk identifikohet se kush ka qenë shoferi, atëherë dënimin do ta paguajë përgjegjësi i shoferëve të ndërmarrjeve.